الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد të gjitha falënderimet, mirënjohjet më të mira janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përshëndetjet, begatia Zoti Xhelli Xhelaluhu, të gjitha më të mira mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë besimtarët dhe muslimanët e cilët e ndjekin me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, xhamatli të ndëruar vëllezër, me lejnë e Zotit Xhelli wa Ala, do të vazhdojmë rrugtimin në jetë përshkrimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muaji i Ramazanit, vetëm se 2/3 është në prag me përfundue dhe me fillu finalja, ajo pjesa më e rëndësishme e këtij muaji, andaj besimtari duhet që të rrimer forcat e veta dhe të rikthen energjitë e veta në mënyrë që nëse tuk dë një lodhje e ka zhvendos prej qëllimi, duhet që në këtë 10 e fundit ta rikthen forcën për ta adhuru Allahun Xhelli Xhelaluhu. Do të vazhdojmë në betejat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot me lejnë e Zotit Xhelli Xhelaluhu do të flasim për një betejë shumë të rëndësishme të pejgamberit alayhi salatu wassalam, shumë e rëndësishme e këtij grumbullit të ngjarjeve nga historia e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e që nga rëndësia dhe pesha që mban kjo betejë është edhe që një sure e madhe nga surat e mëdha të librit të Zotit Xhelli Xhelaluhu trajton këtë ngjarje dhe këtë betejë me detalet e veta. Ajo është surja Ali Imran. Surja Ali Imran trajton një betejë mbi 60 ajete, duke filluar nga fillimi deri në përfundim. Por se natyrshëm Zoti jon Xhelli Xhelaluhu nuk i përmend ata ballafaqimet dhe ato goditje ndërmjet dy palëve, por se Zoti jon te bareke ve teala i përmend qëllimet kryesore, dhe kjo do të jetë ajo prej të cilave ne do të mundohemi që ndalemi prej mësimeve. Kjo luftë është lufta Uhudit. Uhud është një kodër e cila në largësi nga xhamia e pejgamberit alayhi salatu wassalam është dikun afër 5 kilometra, dhe këtu ka ndodhur një përleshje me të vërtet tejet e madhe, tejet me pasoja, dhe mbahet mend te historia e muslimanëve që ku të përmendet Uhudi në mënyrë të natyrshme shkon mendja te disa mësime e te disa porosi. Para se të fillojmë që të hyjmë në këtë ngjarje, duhet të cekim disa prej pikave të cilat duhet të jenë parasysh në këtë ngjarje. E para prej tyre është që neve nuk e kemi tash për qëllim këtu me tregu se detaj se si janë rrok dhe si janë përlesh dhe si janë ballafaqu safët e muslimanëve me jo muslimanëve. Kjo e para. Pra, me një thjeshtësim më shumë, neve nuk kemi mundësi me e paraqit detalin e goditjeve të njëri tjetrit. Ky ka godit këtë dhe kjo është godit prej këtij. Madje kjo edhe në histori nuk është e ruajtur në këtë hollësi të madhe dhe me këto imësi shumë të imta. Kjo e para. E dyta, duhet të përqendrohemi te pjesët kryesore të luftës, te qëllimet, te shkaqet e ardhjes deri tek lufta dhe çka pas. Çka kjo për ata dhe çka për neve. Pra, e kemi përsërit në çdo ligjërat se historinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam përgjithësi muslimanët e dinë. I dinë disa tituja kështu në përgjithësi, por se qëllimi jon ka qenë që nga këto ligjërata të ndalemi me mësimet
Andaj do të mundohemi me lejen e Zotit xhallahu ala që në pjesën e parë të ligjëratës, gjysmën e ligjëratës, ti ofrojmë skenat të cilat kanë ndodhur në këtë luftë të madhe dhe pastaj ndalemi me mësimet të cilat na jep Allahu te bareke ve taala në librin e tina, dhe dietarët i kanë shpjeguar në mënyrë të detajshme se çka ndodhi në këtë luftë. Pse dështuan muslimanët në këtë luftë, cilat janë arsyet e dështimit dhe cilat ishin arsyet e fitores atje te lufta e Bedrit. Dietarët para se me përmend luftën e Uhudit e përmendin një ngjarje e cila i siguroi Muhamedit alayhi salatu wassalam ruajtje të shpinës, nga se lufta e cila vjen pas kësaj, lufta Hendekut, aty u godit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas shpine, ndërsa në këtë luftë nuk u godit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas shpine. Nëse ju kujtohet kur kemi folur për Medinën, kemi thënë se Medinja në aspektin e natyrshëm të qytetit është i mbrojtur nga gurët dhe kodrat, për plot gurë të zidha atje nuk depërtohet. Nuk depërtohet, nga se është e pamundur me i te kalu ata. Në veçanti me kafsh, me deve, me kuaj. Dhe në dy pjesë e ansore është e mbulume me këta. Pjesa tjetër është e mbulume me palmat shumëta. Atje kalohet për me shumë vështirësi. Dhe vetëm një pjesë është e hapur. Këto dyjat natyrshme kodrat e kanë mbrojt Medinën. Nga pjesa e hurmave kanë qenë jehudët. E këtu ka qenë frika mos deportohet pas shpine. Dhe drejt Uhudit ka shkuar nga pjesa e përparme e Medinës. Në luftën të cilën vjen pas, janë godit këne në pas shpine. Në këtë luftë nuk janë godit. Po pse edhe dërte mos e goditmja? Dietarët kanë dhënë disa për shpjegimeve. Shpjegimi i parë, dhe ajo është që qëndron fuqishëm, është se ka qenë në mesin e jehudive një njeri i cili ka pas emrin Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf ka qenë poet i shqum, poet me intelekt hatashëm, i cili me poezitë e tij ka nxit luftra reale, nga se gjua ka fuqinë e vet, takatin e vet. Dhe fillon pas luftës Bedrit me ofendu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe me fol se po krenohen me fitore, ndërsa realisht apo ashtu siç flasin poetët. Dhe fillon me mundu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me poezi. Dhe fillon njerëzit për jehudëve me çarkullu kësi muhabete. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mesin e atyre provokimeve u murresh me fisin Bejnu Kajnuka, i përzuni, tregum, me ndërmjetësimin e Abdullah ibn Ubej ibn Selulit i dëboj. E ky i cili provokonte, çka me ba, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men li Ka'bin, kush e pe krym punën me Ka'bin. Atëre ngritet Muhammed ibn Mesleme, edhe Ebu Naile, edhe një i treti prej tyre, e thonë, une e Rasulullah, une e kry këta. Vetëm më jep leje pak t'i baj disa manovra, flas me diçka shka prej për jashtë dokës e s'ka hije. Dhe i baj disa strategji Muhammed ibn Esleme dhe shkojnë në marrëveshje me ta dhe muhabet e sipër, i afrojnë raportet, shkojnë shfaqen kinë se janë lodhë me Muhammedin s.a.s. derisa e ekzekutojnë dhe i bekon pejgamberit s.a.s. këtë vepër. Kur e ekzekutojnë ata, në frimarin e fundit klith, bërtit, dhe i dëgjojnë këtë jehudët këtë klith. Por se ata e dinë pëse është ekzekutu, nga se e ka tërturu pejgamberin s.a.s. me fjalë të ndryshme dhe ka prek në nderin e muslimanëve. Atëherë ata shtrëngohen jehudët dhe thojnë, vallaj nuk është ekzekutu ki, vetëm se ka nxitë mu prish marrëveshja. Andaj qëndroni marrëveshjeve truve dhe rini rehat. Me këtë gjest të pejgamberit s.a.s. sigurohet shpina jehudëve. Jehudët mundohen tani, nëse ju ka shku dikujt benja me prish marrëveshjen, i kishin dy raste përpara me e pa që nuk është lehtë. E para, një fisi madh i tynve u dobu komplet. Dul fisi Bejnu Kajnuka dhe mbetën dy fiset mëdha, Benu Nadir dhe Benu Quraidha. Dhe këta u frenun.
Thanë, ky rast dhe ky rast më mirë të rrim orti përmbahemi marrëveshjes dhe dërguan njerëz të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na nuk jemi pi atynve. Edhe pse ma vonë këtë do ta bojnë të njëjtën, nga se fara e njëjtë ishte, lloji i njëjtë, por se për një periudhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e siguron shpinën dhe ndodh kjo të cilën do ta përmendni. Në vitin e ardhshëm pas luftës Bedrit, viti i tretë i Hijrit, pra një vit pas, a shiko, të lashës për ndalën, Bedri ndodhi me 17 Ramazan, ndërsa Uhudi ndodhi në 7 apo disa kanë thonë në 15 apo 16 Sheval të vitit të ardhshëm. Pro tamam e kanë kry Ramazanin, vjen lufta. Pro para mendo tash, ketë ki siklet 30 dit, apo adhurime, por plot sakrifica, dhe vjen tash edhe një sakrifica dhe ma madhe, me njëherë, Sheval, në vitin e 3 të Hijri. Cili ishte sebebi me ardhër të kjo luft? Me kelit ishin dëshpru shumë. Ju kishin hum shumica e kryetarve. Ebu Gjehli, Ebu Bakhtari, apo Nadr ibn al-Harith, Umej ibn Khalef, Utbet ibn Rabia, Shejbet ibn Rabia, Walid ibn Rabia, plot për e kryetarve ishin zhdu. Apo? Dhe kjo ishte dhimbë të madhe. Qatë shumë ka pas dhimbë, deri sa kanë dhënë urdhër, ata që kanë mbet, s'ka me vajtu. Se me bëm i shku Muhamedit se jena të vajtu, kjo ja shton ati gëzimin. Andaj s'ka me vajtu. Deri sa i kanë ndalu me forcë, mos me vajtue. Dhe fillojnë e mbledhen. Dhe fillojnë e diskutojnë qysh mu hakmar. Atërë mblidhen Ebu Sufjani, Safwan ibn Umeje, djali ati i cili torturon të Bilalin, djali Ebu Gjehlit, Ikrime ibn Ebi Gjehel. Mbledhen dhe të bohen dhe thojnë, na nuk guxojnë me lanë kështu punën, nuk guxojnë arat me morvesh se na kena hup, nuk guxojnë se kam në ra autoriteti, pa tjetër të mblidhemi dhe të hakmiremi ndaj Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, ta eliminojmë një herë për gjithmonë, ta zhdukim dhe ta ekzekutojmë një herë për gjithmonë. Pra arroganca vazhdonte, ata hupën, arroganca vazhdonte. Pastaj thirin krejt fisët. Çdo fis ju shkojnë te i pari prej tyre i thonë, neve do të mblidhemi për luftë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj atë karavani i cili kishte shpëtu, i cili u bë shkak me ndodh lufta e Bedrit, e aty ishin 1000 deve me përplot mallra, shkuan te çdo kush ka pas investimat në karavan dhe i than, a pajton që me lanë mallin e fitum, kapitalin dhe mallin e fitum, ta investojmë në luftë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj kur të lirohemi prej tina, apo zhvillohemi përparojna ekonomikisht dhe financiarisht. Dhe krejt pranojnë, vetëm të lirohen pe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të lirohen kundër vetvetes, ka se Muhamedi alaihi salatu wassalam e cilësoi Allahu xhelle xhelaluhu më i butë dhe më i mëshirshëm se njerëzit për vetveten, por se arroganca dhe mohimi e band veten. U të bun dhe i mbledhën dikon 3000 ushtarë, 700 kalorës, e shumë prej tyre të ngjeshur me mburoja dhe me hekur të mbrojtur e kështu me radhë, dhe nisën dhe të bohën për me e luftu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe vendimi ishte mi shku te shtëpia. Jo tash mu taku dikon. Shkojmë, ju him Medine, mrenda dhe i shpartallojmë të gjithë. Ndërkohë Abasi, Axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili u liru nga Bedri, i çon letër shpejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot se kështu janë mbledh Quraysh, 3000 ushtar, ja ka cilësu detalj për detali çka kanë bë dhe dojnë me ardhë Medinë me të luftu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë kur arrin letra ishte në Kuba, në atë xhamin e parë ku u ndal. Dhe aty ja dha
një shokit të tij që t'ja lexon letrën, ose pejgamberi sallallahu, apo çka kemi thonë? Nuk din shkrim dhe lexim. Ja lexoj letrën. Atëri i tha, "Hesh në këtë punë." Pejgamberi sallallahu mobilizohet dhe e kupton se çështja është e madhe. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon me mendue se si mi apo çështjes. Se si mi apo çështjes. Pi asaj që ka ndërmerr pejgamberi sallallahu prej hapave është se i mbledh këshillin. I mbledh parin Ebu Bekër, Omar, Othmanin, Aliun, e pastaj edhe në mesin e tyre ishte edhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul, nga se ishte një prej atyre të fisëve të cilat i shkonin pas shumë njerëz. Dhe diskuton dhe ju tregon se çka do të ndodhë. Dhe ju tregon pejgamberi sallallahu se i ka pa disa ëndra. Dhe ato ëndra i komenton pejgamberi alayhi salatu sallam se do të ndodhë një luftë e do të vriten shumë prej shokëve të tij dhe se ai do të jetë i mbrojtur në Medinë. Në mesin e diskutimeve pejgamberi alayhi salatu sallam thot: "Çfarë mendoni? Si ta presim këtë? Atë ju dalmi dikon rrugë, atë rrim në Medinë dhe shkëmbejën mendime. Gjëse s'kish ajet, shkoni këtu apo rrini këtu. Ish punë strategjie dhe lufte. Atëra pejgamberi sallallahu merr mendime. Pejgamberi sallallahu thotë, ja u tregoj mendimin tem, e pastaj ju tregoni mendimin të juve. Thotë, unë mendoj se duhet të qëndrojmë në Medinë. Është më e përshtatshme për neve dhe më e sigurt për neve. Kur ata të arrin, ne jemi në shtëpitë tona. I ngritim fëmijët dhe gratë në për disa apo të ngritura prej kulmeve, e ata nëse ka nevojë sulmojnë. Dhe neve në çdo sokak ata dhe në çdo lagje do t'i godasmi. Dhe ata nuk janë të mbrojtur që shemi na, që shemi këtu në Medinë, që shedim na Medinën." Atëherë ngritet Abdullah ibn Ubej ibn Selul i thot: "Ja Rasulullah, unë jam me çet mendim." Munafiku, hipokriti, koka hipokritëve, thot: "Ja Rasulullah, unë jam me këtë mendim." Por se ky mendim ish përshtatshëm me epshin e tij. Nëse ai dëshiron të që ata të vinë këtu, e atë ta mbyzën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e këtë hike e të kthehet pastaj. Dhe ta morë pushtetin çka e synonte. Por se sahabët plot për tyre, sidomos ata që kishin prezantuar në Bedër, i thonë: "Ja Rasulullah, na se kemi ditë se ti ke dalë në Bedër dhe na ka mbet mall se s'kemi luftuar me tyje. Dhe na e kemi prit këtë moment. Ja Rasulullah, ti dalmi më prit. Dalmi më prit." Dhe shumica e sahabëve thonë: "Ja Rasulullah, dalmi më prit." Atar pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Dalmi më prit." Mos shumica po thot: "Dalmi më prit, dalmi më prit." Dhe këtu do të shohim mësimet se ti kanë përmend dietarët. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam futet brenda dhe veshët. I vesh parzmorën e tina, i vesh dy par pal të hekur, mburoja, edhe nën pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe në kokën e tij një mbrojtje të hekur, dhe fillon dhe mobilizohet dhe i nxit muslimanët me u mobilizue për luftë. Në një moment vijnë disa prej ensarve, Saad ibn Muadhi, Usaid ibn Hudhairi, ata prej Paris ka ishin, po muslimanëve të sinqert mirë. I thojnë: "Nduket e kena ngushtuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai deshti me nejt Medinë, disi ja imponum na me shku me dal jashtë." Ata shkore i thonë pejgamberit se: "Ja Rasulullah, mendimi jot ke me dal, me nejt, mendimi jam ke me dal. Ja Rasulullah, disi ta banëm si kur nash ka thamë. Ja Rasulullah, vendos ti ma mirë. Do të shkoj me tanën, qështu ishtë ti?" Atar pejgamberi alayhi salatu sallam thot: "Ma jem bëghi li nebijin idha lebise lëmetehu en jadaaha hatta jahkum Allahu bejnehu e bejne aduvi." Ta pejgamberi sallam nuk i takon as një pejgamberi që kur ta vesh mburojën e hekur për luft, por të veshet për luft, që ta hek deri sa Allahu gjikon mes ti dhe armikut tina. Pra kjo punë është krye. Por se kjo e provokon Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Pse nuk e mor mendimin e tij? Dhe këtu del pas se ai kur është përputh me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam këtë mendim, s'o kanë që o kanë pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
Sa i tash, kur pesha që vezam ka dal ka tjetra, kis po del ka tjetra, ki u provoku pse i ngoj ata e nuk e ngoj Abdullah ibn Ubej ibn Selul, edhe pse para praktikisht mendimin pejgamberit alayhi salatu wasalam, por se këtu e kemi një mësim shumë të madh, kur hipokriti është në përputhje me disa plane të muslimanëve, e kur ndrohet levërdia, e shef se ai planin e ka bë për veti, jo për muslimanët. Ai planin e ka bë për veti, jo për muslimanët. Andaj shqetësohet përse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nuk i takon pejgamberit me lëshue dhe nisën për luftë. Lufta ndodh në ditën e shtunë të muajit Sheval të vitit të tretë të Hijrit. Dhe pejgamberi sallallahu po fillon dhe po përgatitet nga ejta në të premtën e deri kur në mëngjesin e të shtunës pejgamberi alayhi salatu selam fillon dhe e rëndit ushtrinë e tina. Pejgamberi alayhi salatu selam e ndan ushtrinë në 3 pjesë. Në Muhajir, në Khazraj edhe në Eus. Pra, Muhajir dhe Ensar, pastaj Ensar në 2 pjesë, familja Eusit dhe familja e Khazrejit. Familjes së Eusit ja jep flamurin Usaid ibn Hudairit, ndërsa flamurin e Khazrejit ja jep flamurin e fisit Khazrej ja jep Habab ibn al-Mundhirit, dhe flamurin e Muhajirve ja jep Mus'ab ibn Umairit, këti delegatit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili e kishte zhvilluar davetin pas emigrimit në Medinë me leje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Adar pejgamberi alayhi salatu wassalam e val xhuman dhe man khutbën dhe i nxit musliman dhe i thot neve do të fitojmë me lejen e Zotit xhelel xhelalu, nëse ju jeni durimtar dhe se bëni të qëndrueshëm para armikut, mos lëshoni ato të cilat neve ju kemi urdhëruar prej urdhrave, nëse këto kushte ju fol pejgamberi për fitore dhe për qëndrueshmëri dhe zbatim të urdhave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gëzohën shumë ensarët, gëzohën shumë muhajirët me një anë dhe hipokritët fillon me i kaplu një siklet. Por se e kishin detyrimisht me dal. Detyrimisht me dal. Atëherë në të arritur afër kësaj kodre të Uhudit, kur vetëm se ishin afru edhe ushtria e Ebu Sufjanit, dhe ndërmjet këtu ka edhe shumë detale normal, përcjellje dhe vëzhgim të lajmeve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dërgon njerëz, ata dërgojnë njerëz spionat të ndërsjellë që të marrin informacione, dhe kjo është pjesë e luftës, dhe kjo është pjesë e luftës. Ata e kishin Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, i cili ju kombente dhe ju shkombente informata pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i kishte disa njerëz të cilët ishin si Abbasi edhe shumë prej muslimanëve që i dërgonte her pas here që shkombejnë informata, dhe kjo është pjesë e strategjisë së betejave dhe ekspeditave. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe një herë në mëngjes e paraqet ushtrinë e tina dhe këtë fëmijë i largon. Kush ka qenë fëmijë e largon. Andaj thot Abdullah ibn Omeri, isha fëmijë dhe më largoj. Isha 14 vjeçar. E kur i mbusha 15 në luftën tjetër më lejoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç disa prej fëmijëve prej tyre të cilat i kanë përmendur dietarët, ka qenë një prej djemve të ri, Rafi ibn Khadij, këta e ka leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe Semurate ibn Jundub, nga se kanë qenë të shkaf, e kanë qenë të aftë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i merr si shoqërues. Para se me ndodh beteja, në mëngjes ngritet Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe thot s'pas ka luft. Ku ka lufta? Nuk pas ka luft. Ata ende s'kishin arrit Ebu Sufjani me ushtrinë e tij. Thot nuk pas ka luft, dhe thot neve po kthehemi pas. Thot dhe mu nuk u mngoj dhe i ngoj fëmit. Kështu në nëqmon taj. Tha mu su mngoj, kur i thash rinë Medine, po i ngoj fëmit dhe i mur 300 ushtar me veti. E që mbetën 700 me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra 1/3 e ushtrisë e mur me veti. Atëre i shkon pas një sahabe, Abdullah ibn Amr ibn Haram, edhe i thot, ktheu te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ktheu dhe ngoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mos ban bërçarje. 300 veta.
2 veta me t'i largu, 5 veta me t'i largu, 10 veta me t'i largu, sa të lovi, sa halakan bëhat. Sfar defokusimi bëhat. Çfarë dëshpërimi ka plan njerëzit? 2 veta më largu, 5 veta më largu. Pse u largun? Çka bën? Sot njerëzit me 3-4 veta ju del problem. 300 veta e largoj. Ata ishin 3000. Këta ishin 1000. Edhe pse me 1000 me 3000 ishin, apo shumë më pak. Por se kur u larguan e 300, kjo ishte edhe një dobësim edhe shumë më i madh. E Allahu te bareke ve teala zbriti ajete për t'ju tregu muslimanëve se këto të cilët u larguan është urtësi e Zotit më largua. Tha Allahu te bareke ve teala: "Wa liya'lama alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah." Allahu xhelalu tha, që të derën pa hipokritat, të dalin pa hipokritat. Pse me dalin pa? As ishin pa, shumë prej sahabëve nuk I njefshin hipokritat. Shiko Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Ja Rasulullah, o I dërguar I Zotit, kush ka me morrësh që është hipokrit? Andaj do ta shohim te rasti I shpifjes ndaj Aishës, kur don pejgamberi me o hakmar për nderën e tij, çohet një prej sahabëve Sa'd ibn Ubada e thot: "Ja vallahi, s'mund të kërkosh me prek Abdullah ibn Ubay ibn Seluli." Pse? Sa I semenonte hipokrit ata. Ai nuk e dinte çfarë ishte hipokrit. Andaj Allahu xhelalu tha: "Kjo u ndodhi që shumë besahabë ta kuptojnë që nuk janë që ato plot që shpishifni." Andaj shiko Zoti xhelle xhelaluhu. Shiko Zoti te bareke ve teala, mas 3 vjetëve, po ju tregon muslimanëve se në mesin e juve ka plot që nuk janë sikur çitokën për jashtë. Ka plot që kanë nifak në zemrat e tyre, ju nuk I dini. Allahu xhellahu ala I di. Andaj tha, kur ju tha atyre, janë mos bani porçare, janë në rrugt të Allahu xhelle xhelaluhu. Awid fa'u. Abdullah ibn Amr ibn al-Haram I tha, nëse s'jeni të luftu në rrugt të Allahut, ata mbrone vetën. Mbrone vetën, ka me na sulmu, mbrone vetën. Qalu, ata kanë thanë, "Law na'lamu qitalan lattaba'nakum." Me ditë që ka luftë, na luftojna. Po s'ka luftë, ku janë lufta? Erdhëm deri këtu, s'ka luftë. Kështu janë këto propagandat e liga dhe të pandershme, njerëzve të ligë të cilat gjithmonë kur përplaset ai dhe interesi I tij, apo ai dhe interesi I tij, kështu dhe s'ka, leje këtë punë. Dërsa kur të është çështja e interesit të tij, apo ja Rasulullah, edhe unë po mendoj si ti. Apo I tha, çish po thu ti që ashtu po mendoj, por s'kish pas mendu që ashtu. Andaj Allahu te bareke ve teala na tregoi se ata u larguan. Në këtë fitnë të Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, gati kanë të kthyer edhe 2 turme të mëdha. Edhe ato janë fisi Benu Selime edhe Benu Harithe. 2 fise të mëdha. Për 700-ve që mbetën, edhe një grumbull mu kthye, atëherë mo ishte kon shumë e madhe. Por se Allahu te bareke ve teala I forcon ata. Ma shiko, këto ishin sinqertë, nuk ishin hipokrita. Por se Allahu xhela zbriti ajeti tha: "Wa minkum sama'una lahum." E ka për juve besimtarëve që I ngoni kanë herë ju ata. Se si dini? Andaj ka mundësi besimtari mu manipulu pe hipokritit, ka mundësi, pse? Nëse ai di me fol, ka gjuhë, di me manipulu, me bë manovra me gjuhën e vet, apo dhe ti vështirë ki me vërejt. Para mendo, Sa'd ibn Ubada s'ka mujt me vërejt se Abdullah ibn Ubay ibn Seluli është munafik. Dikush do të çishme na pedina. E hajt ti pedi, hajt di të sotit. Apo ti pedi a që ma shtash u ka kri historia, apo hajt di të sotit, kush janë hipokrita? Ka mundësi që ato ti më të mirë çka I mendon nuk e di të Zoti çka janë. Andaj pejgamberi sallallahu sa I Buhari, kur e pani njëri të lavdru një tjetër, apo se kjo lavdrato ka po tashmë fabrik e hipokrizis. E pani njëri të lavdru. Tha pse s'pi qitni qëti njëri zallë në ftyrën e vetë. Tha është I këput këto shka ti lavdru. Tha nëse s'nalet barën në thoje që shtu pe shof në na, ku e dite Allahu xheli xhelalu? Ku e dite Allahu te bareke? Vë ta që do të shofin luftën e Uhudit, një trim I madh, I quajtur Kuzman, lufton të me trimnit hatashme, deri sa I thanë sahabët, ebshir, fitove, tha pënësan finnar, në zjarë, shobotash. Dhe të Allahu nuk shkot qish unë edhe ti mendojna, qish do aj me shku të aj. Andaj Allahu xhelle xhelalu I forcoi 2 fise, Benu Selime, Benu Harithe, që mos ndikohen, tha Allahu te bareke ve teala,
idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Kur di grupet mëdhoja deshtën me ik me Ibn Selulin, wallahu waliyuhuma, Allahu është mik i tyre, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, por se le të mbështeten te Allahu te bareke ve teala, besimtar i forcoj Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo ishte pra deri tek lufta. A shiko, subhanallahu eladhim, ende pa ndodhur lufta, gjithë këtë defokusim ja kanë bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kështu janë njerëzit. Ka thënë Ibn Hazmi, mos shumti që i pengojnë prisit, hoxhës, dietarit, ai cili ka në udhëhecinë e tij një përgjithësi, janë njerëz të cilët dojnë me veprun kryet veti. Lau na'lamu qitalan, me di që ka luftë kish me ardhur. Apo ato e kishin për qëllim përçarjen, e kishin për qëllim defokusimin e muslimanëve. Andaj Allahu te bareke ve teala i ruajti këta njerëz. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdoi rrugën dhe u konsultu me disa prej shokëve të tina, prej tyre ishte Ebu Hathmet al-Harithiu radhiyallahu an, i tha sahabeve, a ka dikush që e din ndonjë rrugë me shku deri te Uhudi, jo direkt mu ballafaqu një herë me ta, po t'i ban pejgamberi disa manovra. Atëherë Ebu Hathmet al-Harithiu ja tregoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një rrugë që të vendosen më mirë në të shpella të mali ku kishin me luftuar. Rrugës ishte një munafik, e kishte shtëpinë aty. Tha, s'ka me kalu nga shtëpia jeme, s'ka me kalu nga shtëpia jeme. Atëherë sahabët thanë, ja Rasulullah, a ta kryjm punën me këta? A ishte qorr. Pejgamberi sallallahu i tha, lene, se edhe qorr në sy edhe qorr në zemër. Lene. Tha, s'ka me kalu nga oborria, me kipa disa njerëz, përse mu ka mundësi një punë kryet në përmjet tina. Apo, jo, thot, s'ka. Po, kitë puna përse mu ka me që aty, që të lecohet puna, thot, jo, s'ka. Pse, ka dalur në tash. Tha vesam, lene, dhe te i kalun sahabët, dhe shkun edhe i morën pozita. Dhe pejgamberi s.a.s. kur shkoj në këtë vend, i morë pozicionet, i ndajti detyrat, dhe detyrën më të rëndësishme ja u dha 60 prej sahabeve, të cilat ishin shigjetar nën udhëhecin e Abdullah ibn Gjabirit, dhe ju tha, ju qëndroni këtu dhe në embroni shpinën, dhe ju asë se si mos zgaboni me lëshu këtë vend, edhe nëse shifni se kena fitu, apo edhe nëse shifni se kena hum, madje edhe nëse shifni se shpendët janë të fluturu me kokat e tona, pra kanë ardhur shpend dhe janë të fluturu me kokat e tona, pra me pamje të mërshme, ju mos lëvizni deri sa t'ju thamune. Ja u shtrëngoj pejgamberi s.a.s. Nga se ishte pikë kritike aty, me ja urujt shpinën dhe mos të sulmohen prej prapa. Dhe i vendos pejgamberi s.a.s. këta njerëz aty. Dhe afrohen safët. Edhe pejgamberi s.a.s. i nxit edhe më shumë sahabët, të qëndrohni, bështetun në Allahun te bareke ve teala, Allahu kam ju ndihmue, tash tani normal, vetëm me lexu të kap një zheg. Veç me dëgju të kap një zheg. Po ata të zot kanë qenë aty, kë luftë ka qenë lufta më e vështirë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku për pak është vrarë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi sallallahu fillon me i dhon motiv dhe e nxjerr shpatën e vet pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thot, men ya'khudhu minni hadha as-sayf, kush pe merr prej meje këtë shpatë, kush pe merr prej meje këtë shpatë. Shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i thonë, ja Rasulullah, mua. Ne sa prap thot, kush pe merr prej meje këtë shpatë? Ata thonë, unë ja Rasulullah. Ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kush pe merr këtë shpatë dhe më ia dhon hakin. Asa veç me mor, po, më ia dhon hakin, ata prap do të rreçën. Tash çka koka kjo shpatë që e pas ka një hak? Tha, ja Rasulullah, wa ma haqquhu? Çfarë haki pas ka kjo shpatë? Tha, që ta goditësh armikun me ta dhe mos ta goditësh muslimanin me ta. Nga se du ta shohmi se as shumë ka arrit përleshja dhe humbja e kontrolës sa që ka musliman që janë vra prej muslimanve. Nga të lovija e madhe, së shpa. Kush kujt pëmshon? Deri sa e kanë vra një sahabijës babën dhe aj sahabi, Hudhejfe
ibnul Jemenit. E kanë vrarë Jemenin nga pakujdesia dhe humbja e kontrollit. Dhe përsam, ki ka hak kjo shpatë. Atëherë, një sahabe i quajtur Simak ibn Kharashe, i njohur me nofkën e tij Ebu Dujana, ky e merr shpatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot transmetuesi ka luftu me një trimëri të tashme. E ka pas ki zakon kur ka luftu për para, kur ka hikin luft, e ka lidh një shall të kuq. Kur e kanë pas që e ka lidh shallin e kuq, e kanë kuptu që ki mo nuk kthehet. Dhe ose ka shku deri në fund, ose është vra, por të gjithmonë ka triumfue. Dhe e ka lidh shallin e kuq, dhe ata kanë kuptuar se ki pastaj ose shkon deri në fund ose vritet. Dhe ka luftu me një trimëri të hatashme. Ebu Dujana, thot Imam Dhahebiju, Ibn Kathiri, ka qenë prej sahabëve të cilët ja ka dhënë hakin shpatës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe derisa e merr shpatën, dhe tash normal ja ka dhënë komandanti shpatën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe fillon me ecë me të madh. Kuptimin me një pamje shumë të fodullokit. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me porcell me vëmendje duke ecë këtë shok të tina Ebu Dujana radhiyallahu an, thot innaha lamishjetun yubghiduha Allah. Thot çështu me ecë Allahu e urrejn. Illa fi mithli hadha al-mawzin, përveç çto. Para më do më thonë, ai trim natyrë e para, e dyta luftarak deri në fund, e treta shpatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i kishim lidh këtë sebepët që ai të ecë tash me të madh. Apo dhe benzon tha këta e urrejn Allahu xhelal përveç në këtë vend. Atëherë afrohen dy ushtrit dhe Kurejsht, Arabët kishin morë gra me veti. Thuhet dikun 15-20 gra. Dhe çdo prijes, Ebu Sufjani, Safuani, Ikrime, i kishin morë gratë me veti. Dhe Arabët e kanë bërë zakon kur i kanë morë gratë me veti, e kanë morë që nëse ju bje morali, ata ja ushtojnë morali, ata s'kan Kur'an, dhe të mju kru gratë. Apo, kur s'ki Kur'an, ki ka, apo, shloje se mra motivi, apo, shloje se ram kejt. Muslimat s'kan bazë këta, muslimat e kanë bazë fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj, simboli muslimanëve në Uhud ka qenë emut. Po vdes, do të vdes. Kaq. Dhe Allahu Akbar dhe simbolit zot e kanë përmendë Allahun te bareke u teala disa prej tyre kanë lexuar Kur'an e kështu me radhë. E ata i kanë marrë gratë. Pse? Nga se kanë thonë dietarët, burri kur i bie ambicia, gruaja i di ato forma për me provokue. Apo andaj kur janë tërheqë tash prej humbjes, ato i kanë thonë turp. Disa prej tyre kanë thonë kur s'm keni me flet me neve. E ata s'ka pasur më motivu ndryshe, i kanë marrë gratë me veti, që t'ju shtohet motivi. Ata kanë marrë shumë për e grave të cilat ja u kanë rrit atyre moralin që të luftojnë. Kur afrohen safët, atëherë Ebu Sufjani i qonë disa delegat nga ana tjetër. Thot thirrmani një prej ensarve, flas me ta. Kjo ishte orvatja e fundit për ta përçarë edhe njëherë armikun, kuptimin armikun e vetë, pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. I thot thirrmani kam për ensarve dhe e thirin. Thot o ju ensar, Ebu Sufjani po thot, prisi, a ishte prisi suprem Ebu Sufjani, a i cili kishte shku me karavan. Po thot Ebu Sufjani, shkoni ju në shtëpit e juve, se na nuk dojna me luftu me juve. As që kena problem me juve, po qitë në ju kusherit e tonë. Ebu Sufjani ishte kusheri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qurayshi, Abdumenaf, ishte kusheri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se aja ndej, ki këndej, sallallahu alaihi wasallam. Thana nuk dojnë me të luftu me juve, në gjerna një kusherit. Pra, kjo është orvatja e fundë, s'kena me juve kur gjo. Ju shkoni në, atër nësarë thanë, Wallahi, pa i këput, kërrejt, trupat tonë, ju s'muni me kalu ka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e kuptojnë se këto janë të përbetum. Pra, ka provu, helvet, ndoshta këto nuk janë qashtë vendos, por se ensarët e kanë tregu e vetën, edhe edhe Allahu te bareke ve teala i ka lavdrua. Fillojnë gratë me defat e tyre dhe fillon safi mu afrua. Ngritet njëri prej tyre, Ebu Talha, nga mushrik. Ka qenë njëri madh,
Dhe ngritet dhe thot, ne dale ma i forti për juve. Ne dale ma i forti për juve dhe të luftoj me mu. Dhe s'del kërkush. Ne dale ma i forti për juve dhe të luftoj me mu. S'del kërkush. Thot, apo thuni se si në vret në neve shkojnë në xhenem. E si t'ju ras me juve shkojnë, ju shkojnë në xhenet. Ne dale dikush të më qojnë në xhenem ma shpejt. Atëherë provokohet kuptimin, durimi i sahabeve dhe del Aliu radiallahu anhu dhe e godit. Edhe më njëherë e shpartallon, por të nuk e mbyt dhe i zbulohet një pjesë e avretit, atëra i ban be që ta shloj edhe e shlon. Kështu ishin ata, domethënë, provokimet e para të luftës. Pastaj fillon lufta dhe luftat përpara kur janë zhvilluar në kuptimin këtë klasikën me shpata, ka pasur si mjetet sofistikume dhe të avancume që nga larg ta goditsh armikun. Lufta është zhvillu beteja me flamuj. Ku ka qenë flamuri, ati a dytë se qëto prisi, ai cili po e mban stabilitetin e ushtrijës. Atare shkon një turn prej sahabeve, Hamza e kështu me radhë, dhe shkojnë tek flamujt e tëre dhe i godasin 4 flamur. I godasin 4 prej barzëve të flamurit. Dhe kur ju bin flamurat, ju bje morali Kurejshve, ju bje morali Arabve. Dhe fillojnë me kontrolën. Atëherë muslimanët e shohin që lufta po shkon nga ata. Pastaj fillon normal përleshje e madhe, goditje e madhe, vrasje e madhe ndërmjet dy palëve. Këta i goditshin muslimanët e muslimanët i goditshin ata, porse mbizotrimi i luftës, kontrolli i luftës ishte tek muslimanët. Dhe Ebu Dujane luftonte me trimëri të tashme. Ebu Dujane në këtë luft nuk ish me lache. Në këtë luft nuk ish me lache. Ma vonë zbrat Gjibrili dhe Mikaili, por se nuk luftoj. Por vetëm e mbrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë fillojnë me e tregue çdo kush prej sahabeve trimërinë e vet në këtë luftë. Abdullah ibn Haram, Abdullah ibn Jabir, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vritet në këtë luftë derisa Jabiri mërzitet kur e shef babën e vet të vdekur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ngushllon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e vëzhgonte luftën e Uhudit nga një tent pak më ngritur në një kodrinë aty. Ishte me 9 sahabe, 2 prej Kureshive nga muhaxhira dhe 7 prej ensarve. 7 ensar dhe 2 Kureshi. Ata ishin 2 Talha ibn Ubejdillah, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi me lavdrata të hatashme. Dhe tjetëri ishte Saad ibn Abi Waqqas. Këta po e runin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe 7 prej ensarve. Dhe po shkombenin apo ngritit moraleve. Gjithmonë kur u vriste dikush, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzonte dhe nxitte luftën që ta mbajë moralin e luftës nalt. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e patu çajt këtë njërin prej sahabëve, tha pse po çan? Tha ja Rasulullah, mu vdiq baba. Tha vallahi janë të e bajt me laçet e Zoti Gjelle Gjelaluhu. Pastaj vazhdon lufta dhe tregon çdo kush prej sahabeve trimërinë e vet. Në këtë luftë në Medinë është një sahabe i quajtur Handale. Kish dal, por se dëgjon se sahabët janë nis. Ky ishte i sapo martuar. Dhe në qatë natë qka është nis për Jerusalem, ki qatë natë ka i dhëndër. Handale radhiyallahu an wa arda. Kur e dëgjon se pejgamberi ka shkuar në luftë, atëherë duke qenë i palar, gjunub, niset drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zhytet luftë, tregon një trimëri të hatashme derisa vritet dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna sahibakum Handala tughassiluhu al-malaika. Vërtet ky shoku juve Handala është janë duke e la me laçet. Pse? Nëse ishte gjunub, derisa sahabët i kanë gjetë edhe gjurmët e ujit të cilën e kanë la me laçet. Gjithashtu në këtë luftë tregon trimëri të hatashme një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn el-Jamuh, i cili zhytet në lufton dhe tregon një trimëri të hatashme dhe shpartallon shumë prej armiqve. Dhe këto sahabe ishin prej kokave, prej shtyllave, se nuk ishin prej ushtarëve të zakonshëm,
Andaj këta i thamë pejgamberi s.a.s. sikur Enes ibn Nadr, fa vallahi ja Rasulullah, mbedër mungova, por se me mba Allahu me të taku edhe një herë me këta, ka me pa Allahu që ka me ba, ka me pa Allahu gjellola që ka me ba, dhe luftonin me luft të e cila e regjistroj histori, Allahu gjellola i lavdroj, dhe derisa e fitun një herë luftën, në pjesë dërmuse luftës e fitun, po por shkak pastaj një gabimi u defokusue trimëria dhe u humb kontrolli dhe humbën shokët e pejgamberit s.a.s. kuptimin luftën në fush, por se Allahu xhellola kishte dashur me i edukue. Andaj në këtë luftë vritet edhe Amr ibn al-Jamuh, gjithashtu Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahshi ishte djali motrës Hamzës radiallahu an, i cili kishte bo ekspeditën e fundit para Bedrit, të cilën kishte dërguar pejgamberi s.a.s. me shkuë 50 kilometra afër Mekës. Edhe ki lufton me të madhe dhe tregon trimëri të madhe. Prej trimërive të mëdha të sa ti kanë përmend është trimëria e Hamzës, axhës pejgamberit s.a.s. Hamza ishte axha e pejgamberit s.a.s. i cili kishte ndihmuar shumë pejgamberin s.a.s. Ai lufton derisa u zhit të mrena atje. U zhit të mrena, ose ishte edhe i fortë, edhe me trup të hatashëm. U zhit të mrena safeve, dhe zhitja mrena safeve e rrezikshme, nga sa ta mbulojnë dhe të mbysin, pastaj hinte dhe dilte dhe shpartallonte në mesin e armikut dhe nuk e kishte dert. Derisa Jubair ibn Mut'im në Mekë e kishte caktuar një njeri, Wahshi ibn Harb, ki edhe emrin e kot egër. Pra emri i Wahshiut çka do me thonë? Egërsin. Egërsi, bish. I thot Jubair ibn Mut'im ki ishte rob të aj. Këti ja këshin vra Jubairit, ja këshin vra kanë Mut'im ibn Jubairit, ja këshin vra axhën. Ta shiko, nëse shkon luft dhe e godet Hamzën, veç Hamzën, ti e i lirë, ti e i lirë, aqë shumë ka luftu Hamza, sa që thot Wahshiu, vallahi së në zisha. Se ki ka qenë shigjetar edhe ka gjujt me shtiz, dhe duke u mundu që ta vendos objektin të Hamza, thot nuk kisha mundësi me e ka, aqë hata shumë luftojke. Andaj pejgamberi s.a.s. mërzin më të madhe e ka pas në Medinë me vdekjen e Hamzës radhiyallahu an wa arda, thot benzi se e kapa dhe e gjujta dhe e vrava. Thot atë shumë ishte i fort Hamza, i dul shigjeta nga ana tjetër, u tentoj me vrap pas meje, por se rrugës u mund nga goditja dhe u praftue. Dhe vazhdon lufta. Thot Wahshiu, shkova, e mora shtizën dhe u ktheva në Mekë, e sosa punën, e kryta une punën. Dhe Hindi, gruaja e Ebu Sufjanit, vajza Utbës, tha, por këtë vrasje ka me të stolis me plot gjerdane dhe zinxhire të shmuara të mijat, për këtë punë të madhe çka e bane. Andaj Hamza radiallahu anhu ishte në këtë luftë i hatashëm, një trimëri të hatashme. Gjithashtu në këtë luftë kishte një njeri i cili quhej Amr ibn Thabit. Amr ibn Thabit e quajnin El Usairim. Ky kur kishar pejgamberi se ka pranuar Islamin. Po thamë në Medinë ka pas edhe i dhujtar. Nuk e ka pranuar Islamin. Por se një ditë për ditëve apo ngjarje pas ngjarje kur vjen te Uhudi vjen luftë. Dhe kur e shohin sahabët duke luftu, këta e dishin se ka pranuar Islamin, dhe lufton derisa goditet për vdekje. Kur i shkojnë në frymën e fundit, thonë, po ti pse me neve, ti s'ki besue? Dhe jo vallahi, ku besu pejgamberi s.a.s. Dëshmoj se Allahu është i vetmi i cili meriton adhurimin dhe se pejgamberi s.a.s. është i dërguari Allahu xhallahu ala dhe ndron jetë. Pejgamberi s.a.s. e përgëzon me xhennet. Thot Ebu Hurajra, nuk di ndonjë njeri që ka me hynë në xhennet pa asnjë rekat namaz përveç Amr ibn Thabit.
E ka thënë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Ka in luft, ka ndru jetë, ka thënë me nësram, kjo e ka xhenetin. Andaj Ebu Hurajra shpesh kur ja mësonte hadithin nxënësave të vet, i thonte, a e dini njëri i cili ka me in xhenet pa namaz? Sahabët thoshin, s'munët me in xhenet pa namaz. Ashta është po, ka, kësi qeka që ka thonë po, leje hoxha që ka thonë gjami, kina me hina dhe pa namaz. Musu mashtroni, musu mashtroni, se din ma mirë se sahabët ato. Nuk e din ma mirë, s'ka kur që me in në gjennet pa namaz. As njerë, kurrën e kurrës, përveç këtina, apo qifti i këtina, që s'ka pas vakt me u falë. Ata thoshin, jo, s'ka mundësi. E theke që une për jau ka zonja. El Usajrim, Amr ibn Thabit. Veç ka pranu islamin, ka in luft, ka ndru jetë, dhe pejgamberi s.a.s. e ka përgëzue me xhenet. Pastaj zhvillohet lufta dhe fillon çdo njëri prej tyre me e tregue tërmërinë e vet. Prej tyre ishte një njeri i cili quhej Kuzman. Ky ishte hipokrit. Ishte me Abdullah ibn Selulin, por se shkojnë luft. Pse shkojnë luft? Thojnë ka shku luft se ka qenë për atër zët i ka ardhë turp mu luftu vendi vetë, a i mës me dalë mbrojtje. Andaj, kër e përgëzojnë sahabët, për nga mesë në thoi zjarë. Ato e përgëzojshin, për nga mesë në thoi kënë zjarë. Ata e shkojnë të momenti i fundit dhe e gjenë se endes kishtë ndru jetë. Dhe kishtë mbet në torturat e fundit. Ata i thojnë, qka puna jote? Thot, s'kam dal as për pejgamber, as për juve, as për kërkan, as për islam. Veç ku dal me mbrojt Medinën. Atëra të thënë e kuptuam se ka kinë zjarë. Dhe pastaj e mbyt vetë nga se s'munët mi dëru dhimtat dhe qartësohet çështja e ti. Në këtë luft, gjithashtu dietarët kanë përmenë se pasi e morën hovin sahabët dhe fillun me i vrapu pas Kurejshve, gratë fillojnë me i ngrej fustanat e tyre që mi provokue ata të vetët dhe mi u bërtit me deva me thonë këthenu, o ju të lik, o ju të frigacaka, pa ato s'nishin, ose ishë punë vdekje. Dhe fillojnë me i nxerë gjerdanat e me i nxerë vetëm me i këthije. Dhe sahabë i shkoshin pas dhe i lanë plaqë, i lanë armatimet e kështë në radhë fillojnë me ikë. Këse që ndryshmëria e sahabëve ishte shumë e madhe. Ishte luft të cilën ata Allahu Gjellala ja u tekin Kur'an se ju fitut, por mos mu kanë kjo, mos ndodhi kjo ju fitut, por që Allahu i edukoj se një gjuna kushton. Atëherë kur e panë këta të cilët kujdeseshin për këtë pjesën të Uhudit 60 shigjetar me Abdullah ibn Gjubejrin, disa prej të thojnë el ghanime shpejt edhe ju me fitu diçka pi ganimetit dhe prej pasurijës se krejt e morën hupën Kurejsht. Abdullah ibn Gjubejri ishte këprisi, tha jo Allah s'kena me livrit për këtu ka thonë pejgamberi s.a.s. kështu dhe kështu ja u citoj hadithin, tha jo Allah këtë morën veç na metëm. Atëherë ndodh një përleshje mes tyre dhe 50 prej tyre mbet vetëm kryesori me 9 veta. Atëherë Khalid ibn al-Walid ishte kalorësi me Ikrimen, gjali e Bujehlit me Khalid ibn al-Walid, ende ishte i dhujtar. Ata vetëm qërkullonin me kuaj, por se këtu e kishin pengesën. Dhe për një moment e shofin se kjo pjesë lirohet. I shpartalojnë ato të nanë shka ishin, edhe 10 dhe i zojnë musliman në gërshar. I zojnë në mes. Atëherë fillon Khalid ibn al-Walid ishte ushtarak i hatashëm. Ushtarak të cilin pejgamberi s.a.s. e lavdroi kur u bë musliman pastaj. Por se në këtë luftë, ky e mundsoi me hub luftën e musliman me normal me shkakun dhe gjunajnë atërë që ka nuk dëgjun. Dhe duke u mundu ata me mor plashk e Kurejsh duke hik, kur e shef Ebu Sufjani se Khalidi ka hi prej pas, i thot nxituni se janë duke hub muslimanët. Atëre i nxajnë muslimanët në mes. Dhe këtu ndodh vrasje e madhe. Numri të vrarëve të sahabeve ishte 70 sahabe, 64 ensar dhe 6 muhajir. Vritët numër i madh i sahabeve. I kishin vrarë Bedër 70. Tash ti këtu po vritën
70. Andaj Allahu xhallahu ala tha innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sikur që ju i shkaktuat dhimbta atyre, edhe ata ju shkaktuan juve dhimbta. Por këtu nuk përfundon ngjarja. Fillon me hum kontrolli dhe këtu vritën shumë prej sahabëve ndërmjet veti. Siç e përmenda, Hudhaifës i vritet baba. Derisa pejgamberi sa më ka dashur më ia pagujt. Hudhaifës i ka thënë se nata kena vrarë gabim, muslimanët e kanë vrarë gabim. Ka thënë ja vallahu ja u fali muslimanëve se nuk e kanë bërë ata me qëllim, dhe kjo ka qenë për vlerës së Hudhaife ibn al-Yamani. Këtu çka ndodh? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në tent. Ata kanë kishin për qëllim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atar Khalid ibn al-Walidi e çel rrugën, shumë prej tyre i shpartallon dhe e synon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atare shkojnë disa prej tyre për ta godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fillojnë me e gjujt me çka kish mundsi, me gur, me shigjeta, me çka ju binte vetëm ta vrazin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fillojnë me gjujt. Një shigjetja dëmton dhe ja qan buzën e hepër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një e godit me tjetër, e godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hekurin të cilën e kishte në kokë, dhe dy pjesë të hekurit i vinë në kokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një tjetër goditet shigjet në synin e tij, afër synit, pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe fillon muxhakos. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Aty ishin sa 7 ansar, 2 muhajir. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: kush po mbron mua e ka xhenetin. Talha ibn Ubayd thot: unë ja Rasulullah, thot ti prit. Del një ansar, vritet. Thot: kush po mbron mua e ka xhenetin. Del tjetri. Thot: Talha unë, thot rriti. Atëra deri sa vritën 7 ansar dhe deri sa vritet i fundi prej tyre në kamën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atar pejgamberi alaihi salatu wasalam i thot Talhas: hajde tash. Atëra Talha lufton me ta hatashon. Veç vet i shpartallon të gjithë, derisa i kputën këtë gishtat e dorës. Derisa i kputën këtë gishtat e dorës, atar pejgamberi alayhi salatu wassalam e shef se po lufton me një trimëri shumë të madhe dhe e thot një fjalë. Talha thot: his, kuptimin dhimka, po jo kuptimin tukajt, po dhimti pak, po vazhdojna. Atar i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të kishte thënë bismillah, të kishin ngrit me laçet lart. Dhe e nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ende më shumë me luftu, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast: kayfa yuflihu qaumun, çish ka mundësi me shpëtu një popull, e kanë godit pejgamberin e tyre. Çish ka mundësi me shpëtu një popull, e kanë xhakos pejgamberin e tyre. Allahu xhallahu ala izbit ajete: mo aty, thot lejse leke minel emri shejun, ti s'ki kur gjon dorë. Para mendo për krize, i gjakos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prisi absolut i muslimanëve. Allahu thot: jo, ti nuk i, dhe shumë prej tyre ka pranuar islamin. Ebu Sufjan e ka pranuar islamin, Khalid ibn Walid e ka pranuar islamin, Amr ibn al-As e ka pranuar islamin, Ikrime ibn Abi Jahl e ka pranuar islamin, Safwan ibn Umayya ka pranuar islamin. 5 kryesorët udhëheqës luftës Uhudit e kanë pranuar islamin. Të cilët e kishin gjakos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atar me një trimëri dhe strategji shumë të atashme, dhe në mendimin e Saad ibn Abi Waqqasit, Talha i shpartallon ata dhe përhapët një lajm në këtë përleshje. Njëri prej tyre thot: e vrajta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e vrajta Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe qarkullon apo lajmi se e kanë vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte vrarë një person tjetër, dhe ishte Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair e ka pas ftyrën e ngjashme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka vrarë Mus'abin, ai ka kujtuar se ka vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot: u vra Muhamedi. Dhe këtu i hyp pak edhe fotulloku kurejshve dhe ju bje morali muslimanve. Dhe fillojnë edhe dëshprohen, fillojnë disa shkojnë Medinë, kthehen, fillojnë disa shkojnë edhe e lajnë luftën. Atëherë këtu reagon një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Nadr radhiyallahu anhu. Do çka i dubo o musliman?
Thot u ka vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për çka me luftu mo? Thot nëse u ka vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vrit në ju për çata çka u ka vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos mbetni asnjë derisa të përfundoni çka ka përfunduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot nëse ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa prej sahabëve thonë Allahu xhelle xhelaluhu nuk ka vdek. Të cilën fjalë kishte thonë më vonë edhe Ebu Bekri radhiyallahu an. Ata andaj fillon me u humb morali dhe fillon me ra pak çështja e trimërisë së muslimanëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdron Talha dhe thot aujaba Talha, ju bë obligim me hinë xhenet Talhas. Ju bë obligim me hinë xhenet Talhas. Pastaj mbledhen e shumë prej sahabëve që ishin të luftuar në pjesë ndryshme, Abu Bekri, Omeri, Abdurrahman ibn Aufi, dhe afrohen diku 30 burra të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ndodhen disa prej për leshjeve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ibadallah lumu ilayya. Thot o ju njerëz e jeni të une. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i afron njerëzit afër vetes. Dhe afrohen shumë prej shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj ata ende provojnë me vrap pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi fillon me hyp në për kodër që zhvendosë prej aty vendi. Duke dash me u hyp në atë kodër, qëllon një shkamb i madh. Dhe pejgamberi për çka të plagosjeve s'kishte mundësi që të hyp atje nalt. Atëra Talha ibn Ubejdillah shtrihet dhe i thot kalo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot shtrihet me trupin e vet që të kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj musliman afrohen afër pejgamberit alayhi salatu wassalam, fillon ju kthehet morali sahabeve dhe e kuptojnë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ende nuk ka ndrru jetë. Atëra mbledhen afër pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë luftë. Nga fundi i luftës, Ebu Sufjani duke u shpartallue apo palët, duke u shpartallu palët, atëherë pasi që të cohet pak çështja, dhe me këta përfundoj këtu ka dhe detalet shumë të cilat s'kemi mundësi me i përmend të gjitha. Atëherë kur anojnë dhe palët, shpëton pejgamberi alayhi salatu wassalam, normal një grumbull i muslimanëve ndrojnë jetë. Atëherë Ebu Sufjani ndalet me fol me ta dhe me vërtetu a e kanë vra Muhammedin a nuk e kanë vra, a e kanë vra Muhammedin s.a.s. apo nuk e kanë vra. Dhe thot hel fikum Muhammed, a është Muhammedi me juve? Pejgamberi s.a.s. u ishte mbledh këtu me burra, tha mos u përgjigjni. Tha a u ka vra Ebu Bekri? Pejgamberi s.a.s. tha mos u përgjigjni. Atër tha a u ka vra Ibni Khattabi, Omeri? Pejgamberi s.a.s. tha mos u përgjigjni. Atëra aja pa që çështja të më thonë nuk po përgjigjen. Atëra tha u'lu Hubel, tha qof lart Hubeli, a idhull të cilën e adhuronin. Atëra pejgamberi alayhi salatu wasallam tha ela tujibuh, tha s'pi përgjigjeni atina. Çka mi thanë, tha ja Rasulullah? Tha thuani Allahu është më i madhi. Ai pastaj e lavdroi Latin dhe Uzajan dhe tha lana Latu wal Uzza wala lata lakum. Tha na e kena Latin dhe Uzajan dhe ju si keni këto. Atar pejgamberi s.a.s. tha ela tujibu, as i përgjigjeni? Tha i tha ja Rasulullah, çka mi thon? Tha thuni Allahu maulana wala maula lakum. Allahu është miku jon dhe ju Allahu se keni. Atëra ai kuptoi se kanë Allahu xhelel xhelaluhu. Atëra tha ja Muhammed, hadha bi yawmi Badr, këta e ki për Bedr. E ndroj muhabetin këtu, dol këtë çka ti thoi Allahu, kur hije pun ka Allahu ata se njohin Allahu xhelel xhelaluhu. Atëri tha kjo është për ditën e Bedrit. Ata Omeri s'u majti vetëm. Tha jo vallahi, as Muhamedi s'ka ndrujet, as Ebu Bekri s'ka ndrujet, e as unë s'ka ndrujet. Tha dhe nuk është kjo për Bedr. Tha pse o Ibn Khattab? Tha se t'juft kur kanë ndek në Bedr kanë shku në zarën, e tonë kanë shku në gjennetin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. I plasi pejgamberi sa mi tha shuni, por se ishte mo provokim i madh të cilat nuk patën mundësi ata
me e majt vetën. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu ja u zbriti sahabëve një qetësi, i ka plë një lloj gjumi dhe një lloj kotje e shkurtës në Allahu te bareke ve teala e ceki në Kur'an, nga se ishte lodhje shumë e madhe dhe njeriu ka nevojë pak që ta merr veten, dhe kjo këtë ndodhi në rastësi të madhe. Dhe Allahu te bareke ve teala thumma anzala alaykum min ba'di amanatin nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Dhe Allahu te bareke ve teala pasi ju sigurut pak, Allahu ja u çoi një kotje të vogël e që e morët një qetësi. Të një sahabët në ka ploj një gjumë derisa në ranë dhe shpata, dhe kur janë ngritë për zyti e kanë po një lloj fuqie, sikur kur zgjohesh mëngjes dhe e ki një takat të madh. Kështu fillon edhe ata me u largue, filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj me i shikue ata të cilët kishin ndru jetë prej shumë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe filluan me i lyp kufomat e tyre, filluan me lyp ata të cilët kishin ndru jetë prej kufomave, dhe e gjejnë Hamzën të qarë krejt trupin. Hindi e kishte marrë një thik dhe e kishte shpartallu trupin, ja ka prej vesht, ka prej hundën nga inati, derisa ka marrë mëlçinën të haje, pas ka pas mundësi të haje. Dhe këtë kjo nga mlejtë që asaj këshin shtu, baba, agja, vlavi, plot i këshin humb jetën në Bedër. Dhe kur e shef pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë skenë, mërzitët shumë. Dhe fillon me qajt, deri sa thonë sahabët, wallahi se kemi patu qajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qështu. Shumë ka mërzit pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka pa trupin e agjës së tij Hamzës, kështu të coptum dhe të shkotsh në këta anët, dhe i kërshton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot le umethilen bi 30 minhum. Thot do t'i shpartalloj 30 për këtë. Atar Allahu te bareke ve teala thot fa idha aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Allahu xhelal isbit ajete. Thot dhe nëse hakmiruni në qatë numër që ka jeni hakmar, jo ma shumë, jo 1.30, por se normal ajo ishte ndjenjë e papërmbajtur dhe një skenë shumë e trishtueshme që shifët kjo skenë e madhe derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e largon hallën e vet, motrën e Hamzës, thot largone thot mos ta shofe, por se Safia insiston dhe thot jo ka me pa, dhe e shef Allahun e vet, thot na kanë me bë durim, nëse kjo ka qenë për hir të Allahut te bareke ve teala. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillon dhe i mbledh shokët e vet dhe urdhëron që të varrosen aty ku janë, dhe fillojnë edhe varrosen ndonjëherë në 2, disa në 3, e disa prej sahabëve i morin disa shokët vet dhe i çojnë dojmë çunë në Medinë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i urdhon që t'i kthej, thot krejt keni me varros këtu, çashtu qish ka ndruje. Pastaj dietar këtu kanë polemizuar se kanë ardhur disa transmetime se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ka falë disa prej tyre xhenazën, përsa dihet që shahidave nuk i falet xhenazja. Por se Ibn Qayyim al-Juzeyy në Zadul Ma'ad thot më e vërteta e kësaj ngjarje është se pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka fal Hamzës radhiyallahu an xhenazën, dhe kjo neve në aspektin juridik na jep që kena leje na me ja fal xhenazën, apo edhe mos me ja fal xhenazën, edhe pse shumica dërmuese e dietarëve thonë shahidave nuk ju falet xhenaza, ata vetëm varrosen, as nuk qefinosen, as nuk pastrohen, as nuk ju hipet ghusl, po vetëm qefinosen që të takojnë Allahun te bareke ve teala ashtu siç e kanë përfunduar jetën e tyre. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon me u kthye në Medinë, normal këtë luftë nuk kemi mundësi me qujt humbje, po edhe nuk kemi mundësi me qujt fitore. Allahu xhelal ala disi i edukoi sahabët që kështu nuk shkojnë punët. Apo dikush mund të më thonë, po vesh një grup bes ka dëgjuar, këtë rregull, 700 apo 600 e diçka këtë rregull. Mjafton dikush me prish rendin vet dhe mu shpartallu muslimanët. Andaj shiko, njani tha ghanime dhe gati këtë u bo sebeb mu vra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa lufta vetëm se ishte e fituar gati. Andaj dietarët pastaj këtu diskutuan a mund ta quajmë
fitore apo humbje, than është humbje me një aspekt dhe është fitore me një aspekt. Fitore në aspektin e edukatave dhe disiplinave që i zbriti Allahu në surën Ali Imran, dhe se i edukoj se nuk duhet me i rezistue urdhave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk duhet me rebelu në urdha edhe nëse ti doket se u kri puna. Derisa të vjen urdhi pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe gjithashtu thënë dietarët nuk ka mundësi mu qujt fitore e Qurayshve, nga sa ata nuk e kishin arritur qëllimin. Cili ishte qëllimi? Mi shpartallue në Medinë, mi u prish rendin Medinë dhe me ekzekutu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata nuk arritën këta. Andaj atyre nuk ju qujt fitore, po edhe sahabëve nuk ju qujt fitore. Andaj Allahu te bareke ve teala e boni si një lloj balansi dhe një lloj balaspeshimi të dy palëve, por se nuk ju tha Allahu te bareke ve teala as që humbët dhe as që fitut. Dhe këtu ka shumë mësime. Ibn Qayyim el-Jauziyje në rrëfimin e kësaj ngjarje në Zadul Ma'ad thotë mbi këta janë mbi 40 mësime. Disa prej tyre në aspektin juridik të dispozitave dhe disa prej tyre të urtësive, të cilat ka mundësi me nxjerr nga kjo ngjarje. E pejgamberi alayhi salatu sallam fillon dhe kthehet në Medinë dhe më një herë nesrit prap del 80 kilometra larg. Prap del me përcjell Ebu Sufjanin, që ndoshta mos ju ka kujtu mu kthi pas, por se këta do të shtojnë për ligjëratën e ardhme me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe të gjitha mësimet të cilat ka mundësi me nxjerr nga kjo luftë, një luftë të cila është për plot mësime, 60 ajete të Kur'anit flasin vetëm për këtë luftë. Natyrshëm tu shumë prej detaleve na kanë ik, shumë prej imcive na kanë ik, por se ajo kryesorja është që në këtë luftë sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam tregun trimëri të mëdha, tregun gatishmëri të madhe për mbrojtjen e fesë së Zotit Gjelle Gjelaluhu, tregun për betim dhe mbajtje e fjalës që ja dhan pejgamberit alayhi salatu selam, dhe u tregun në këtë luftë se shumë prej njerëzve nuk janë si dokën, dhe prej tyre ishte Ibn Seluli, i cili e tregoi se është prej hipokritave dhe se nuk i beson pejgamberit alayhi salatu wasalam prej brenda. E në ligjëratën e ardhshme me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu do të ndalim me mësimet e kësaj ngjarje, me porositë e kësaj ngjarje, me udhëzimet që na jep dhe dritat që i ka kjo ngjarje e madhe e Allahu te bareke ve teala, se ne ka cituar në surën Ali Imran. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja u kthen krenarin muslimanëve, ja u kthen Allahu te bareke ve teala ata që kanë gëzuar muslimanët për gjatë historisë. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu Gjelle Gjelaluhu na mundson që pjesët e mbetura të Ramazanit ti shfrytëzojmë në ibadet dhe adhurime. Pjesa e kaluar e Ramazanit Allahu te bareke ve teala ta regjistron në regjistrin e veprave të pranuara, aty ku kemi gabuar dhe kemi rrëshit, Allahu të na fal. Kjo kemi qelluar, Allahu të regjistron në veprat e mira. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu Gjelle Gjelaluhu të na shton dashninë dhe dashurinë për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, na shton për kushtimin ndaj fesë së Zotit Gjelle Gjelaluhu, na shton dashninë mes muslimanëve. Ne mëson Allahu te bareke ve teala të presim shumë Ramazana duke qenë me shëndet dhe me iman. E bani halal për kohën. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.